kishte marrë në qafë edhe poetët e librashtit. Nuk e imagjinoj dot si mund të merren në qafë ata djemë të ri. Kenci, Vilsoni, gjithë shqiptarët e kanë lexuar. Shumë dokumentat të tyre janë djegur, janë shkëmbuar. Saharaja është një poemë e paarritshme. Pra, unë i lash një letër Koçit poshtë derës, asnjë përgjigje, asnjë gjë. Sinqerisht nuk kam dëshirë ta takoj, nuk kam dëshirë të interesohem për ta. Jo vetëm për ata, por për gjithë ata që më kanë vurë hekrat. Jetojmë në Shqipëri. Do të doja shumë që dosjet e komunizmit ishin hapur, si gjithë njerëzit e mi. Ato njerëzit e mi që janë varrosur në Shqipëri pa një varr, them që meritojnë të qahen, meritojnë të kenë një varr. Neziri ka qenë vetëm 27 vjet. Ai ka qenë një njeri. Ka qenë një çun i ri, ka pas ëndrat e tija, ka pas jetën e tija, ato i vun litarin. Të paktën të na tregojnë ku e kanë varrosur, ku e kanë hedhur. Ku e kanë hedhur gjyshin tim? Ku i kanë hedhur kushrit e vëllezërit e tjerë nanës time? Unë them që të hapja dosjeve të komunizmit duhet bërë. Unë jam për i pajtim kombëtar, absolutisht. Por nuk mund pajtosh me dikë që nuk kërkon falje. Ato nuk na kanë kërkuar falje asnjëherë. Kujtim le ta mbyllim këtë edhe për shkak të kohës sot limituar, ta mbyllim me thirrjen tuaj që të paktën të gjenden varret, nuk janë vetëm tuaj, rreth 5000 njerëz në Shqipëri që nuk u dihen varret kundërshtar të regjimit pushkatuar. Kemi mbrit shumë në fund të emisionit, unë të falenderoj që ishe i pranishëm dhe në emër të shikuesve të Shqip Televizion. Të nderuar shikues, kemi mbrit si thash në fund të emisionit, nga unë në Bilçika, natën e mirë dhe mirupafshim. Baballarët e tyre nuk i vram sot. I kemi vrar gjatë 40 vjetëve që i ka shkuar, 45 vjet. Nuk mund t'i lash dur xhelat kaq lehtë na i tiak. Në maternitetin e Tiranës